zonjë, motër, bashkëshorte, kur ke problem me burrin, i cili nuk të dëgjon, për nuk don me debatu, sepse frigohet nga debati me ty, ose frigohet për me zgjedhat problemin, atëra i burr, s'di çfarë burri me i thonë, ai hesht, jo që është i mençur, po hesht dhe ti nga ana tjetër, pastaj del nga vetja dhe bërtasësh. Pra nuk është fajt e ti, po është fajt e bashkëbisedusi, të bashkëshorti që e ndani shortin për gjys. Por lloji i dytë i burrit është kur ai e sheh që ka një problem familje, edhe ai afrohet gruas, e këshyr në sy, e shikon çka po i dhem, ku është problemi, a është djali, a është vajza. Në këtë rast, ky lloj burri nuk ka shansa me kriju një grue e cila bërtete, bën zhurmë e tjera. Por shtohet pyetja çka me bë për burrat të cilët janë neglizhent, as nuk dëshirojnë me dëgju, as nuk e zgjedhin problemin, a problemin varet prej të dyve, edhe gruas edhe burrit. Ju preferoj 4 gjëra. Njëra, numër 1. Ju preferoj 4 gjëra. Numër 1. Kur burri nuk të dëgjon, faktikisht të ignoron, ai të ofendon, ti mos u nxe, hesht edhe vëshko. Janë 4 momente, 4 mënyra se si gruaja mund ta kap në debat për ta zgjedh një problem me burrin e saj, duhet kështu të veproj. Numër 1. Të tillë burra zakonisht janë ofendues. Ofendojnë ty pse ti po bërtet, po ti mos bërtit. Po kur fillon ai me ofendu, se dhe kur të neglizhon, ajo është ofendim, s'dbën e sa, atëherë kur fillon ai me ofendu, ti vetëm hesht, rri e qet edhe pak buzëqesh. E dyta, ti e kupton se ajo është ka rënë diçka, është ka të gënjen, por leje të vërtetën, jepi pak kohë që ajo e të del vetë. E treta, kur burri bërtet, se ndoshta s'mund me kry muhabetin si duhet, edhe nxerr një problem tjetër edhe fillon me bërtit, atëherë ti ule zanin edhe vetëm vëshkoje, vetëm shikoje. Hiq mos u shqetëso. E kur fillon dhe e katërta, kur fillon burri me të fajsu, atëherë ti mos u mbroj, e të fajson, e të flet, dhe vetëm vëzhgoje. Dhe ai ka me kuptu se të gjitha ato probleme tjera që po i bën, janë për arsye se nuk dëshiron të debatoj për problemin tënd që e ki. Prandaj veproni kështu me 4 pika, keni me thonë faleminderit Iqballe. Por edhe ju, bëni share, bëni like, bëni follow, mos pritoni. Ju faleminderit.